Dhe nëse ndalemi kështu me radhë faktorët jashtëm të brendshëm, ishim dalë edhe te faktori i sëmundjeve të tjera, por edhe tumoreve të tjera që din me ataku lëkurën. Kush janë predispozitat më të mëdha? Po, për shembull tiroidja nëse nuk gaboj. Çdo organ në trup jep simptome në lëkurë. Apo. Kemi raste për shembull kur ka një ndryshim i cili pas heqjes del që është metastaz e ndonjë organi të brendshëm. Mund të jetë metastaze mushkrive, që kemi pas raste. Mund të jetë metastaze stomakut. Domethënë që manifeston ose edhe metastaze e cili do organ ka manifestim kutan, manifestim lëkuror, që është domethënë simptomi i parë që ne e vrim pacienti, lajmërohet tek ne, edhe ne natyrisht dyshojmë. Edhe vendosim atë bëhet biopsia, apo ta orientojmë varësisht nga çfarë shenja na jep. Po, kështu që duhet kemi kujdes edhe në këtë pikë, sepse unë më duket në çdo emision e tham që nuk duhet me besu jo profesionistëve.